Mirëmëngjes në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deri tanishme. Bashkitë të cilat janë prekur nga zjarri përgjatë verës do të dëmshpërblehen. Bilanci dëmeve rezulton se është 345 milion lekë, ndërsa fondin më të madh e përfiton Kruja, e cila do dëmshpërblehet me 145 milion lekë, ndjekur nga Gramshi dhe Finiqi. Zjarret e rëna përgjatë verës së 2025-s konsiderohen ndërbu problematiket për shkak të dëmeve të shumta që kanë shkaktuar. 345 milion lekë është bilanci i dëmeve të shkaktuara nga zjarret që përfshin vendin gjatë verës. Ministria e Mbrojtjes ka publikuar të dhënat dhe shifrën e dëmshpërblimeve për 15 bashkitë e prekura më tepër nga zjarri, të cilat do të përdoren për kompensim të banorëve për dëmtim në banesa, bagëti dhe biznese. Ky kompensim për dëmet nga zjarri përfshin periudhën nga 15 qershori deri në 15 shtator. Kruja rezulton se është një ndër bashkitë që ka përfituar fondin më të madh, prej 146 milion lekësh, ndjekur nga Gramshi me 86,6 milion lek, Finiqi 40 milion lek dhe Delvina 36 milion lek. Dëmshpërblime më të vogla në vlerë janë miratuar edhe për Librazhdin, Tepelenën, Kuksin dhe Hasin. Shqipëria u përfshi nga zjarre masive në verën e vitit 2025, e cila është cilësuar si më e vështira për shkak të dëmeve të shumta që solli. Rezulton se në total nga 10 bashkitë e përfshira nga zjarrvënjet janë rreth 200 shtëpi të dëmtuara dhe mbi 3600 krerë bagëtisht të djegura. Zjarret e rëna gjatë verës në të shumtën e rasteve rezultojnë të qëllimshme dhe nisur nga kjo, zjarrvënia është përfshirë në kodin penal, duke parashikuar burg nga 5 deri në 15 vite për autorët. Moti i paqëndrueshëm që ka prekur qytetin e Lezhës përgjatë orëve të fundit ka ndikuar edhe në aktivitetin detar për shkak të dallgëzimit të fortë dhe kushteve të vështira në det të hapur. Autoritetet portuale kanë vendosur ndalimin e përkohshëm të lundrimit për mjetet e peshkimit. Kjo mas, sipas edhe autoriteteve portuale në Lezhë, do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e situatës atmosferike. Me sa duket, kushtet atmosferike kanë ndikuar vetëm për ndalimin dhe daljen e në det të mjeteve të peshkimit dhe jo për mjetet e tjera lundruese, pra kjo mas pritet të mbetet në fuqi vetëm për mjetet e peshkimit dhe jo për sektorët e tjerë. Unë do të kem edhe një komunikim të drejt për drejt me kolegun Gjergj Figuri nga Lezhë për të mësuar se si është situata në këtë momente që flasim. Po, Gjergj, përshëndes. Përshëndes, Kasandra. Përse është marrë kjo masë nga autoritetet portuale, si është situata në këtë momente që flasim? Në fakt, prej ditës së djeshme ka patur një përkesim të motit, kështu ka ardhur edhe një dallgëzim i mallidetit të ndikuar edhe nga era që kanë shoqëruar rajonin e Lezhës prej ditës së djeshme. Për këtë arsye autoritetet portuale kanë marrë vendim që mjetet e peshkimit të mos dalin në det të hapur, kjo për të patur një siguri më të madhe sigurisht për mjetet lundruese, por edhe për ekuipazhet e tyre, një situatë që në fakt do të vijojë deri në përmirësimin e kushteve. Kjo do të thotë se të paktën edhe për gjatë ditës së sotme do të mbetemi në të njëjtat situata, pra me mos lejimin e mjeteve qoftë atyre të peshkimit, por edhe mjeteve më të vogla, që përdoren kryesisht nga peshkatarët të vegjël, të cilët dalin në det të hapur, por duke parë dallgëzimin e madh të detit, që sigurisht bëhet rrezik pikërisht për peshkatarët, tashmë është përcaktuar që edhe gjatë ditës së sotme këto mjetet nuk do të dalin. Të vetmet mjetet që mund të lëvizin janë ato le të themi mjetet e mëdha, të cilat merren kryesisht me transportin e mallrave, pasi janë disa mjete të mëdha që kryen transport mallrash drejt portave të tjera, ato do të mundet të lejojnë pasi kapaciteti dhe fuqia atyre është më e madhe dhe kjo i lehtëson atyre lëvizje. Por nga ana tjetër, për të gjitha mjetet e tjera do të ketë kufizime,
por mbi të gjitha nuk do të lejohet daljen e detit. Në fakt e vetë situata në Shëngjin vazhdon të mbetet të njëjtat kushte, pra ka patur edhe baticat të detit që kanë vijuar prej ditës së djeshme, vijojnë edhe në këto momente që flasim, dhe se do të ketë një monitorim të vazhdueshëm. Kjo është edhe direktiva që është nga autoritetet portuale, por edhe nga kapitaneria e portit të Shëngjinit. Në fakt janë ato që kanë monitoruar dhe vazhdojnë të monitorojnë situatën, ndërsa nga ana tjetër autoritetet portuale kanë vendosur përmes përfaqësuesve të tyre që të mos lejojnë asnjë prej mjeteve të dalin në det, por sigurisht kjo duke marrë edhe mirë kuptimin e vet. Mirë, me sa duket kemi një vështirësi në komunikimin me kolegun Gjergj Figuri, një raportim që lidhet me ndalimin e daljes në det të mjeteve të peshkimit, një ndalimi përkohshëm duhet thënë nga ana e autoriteteve portuale që lidhet vetëm me këtë sektor që operon në portin e Shëngjinit, një vendim që lidhet drejt për së drejti me motin e paqëndrueshëm dhe me përkeqësimin e kushteve atmosferike, me dallgëzimin e fortë në det dhe me erën e fortë që kanë përkeqësuar kushtet që mjetet e peshkimit të lundrojnë në det të hapur. Po, Gjergj? Sigurisht, sipas asaj çfarë bëjnë të ditët edhe autoritetet portuale, kanë patur edhe mirë kuptimin e peshkatarëve, duke ditur sigurisht aton edhe rrezikun që paraqitet me daljen e peshkaregjave në det të hapur, por edhe të motobarkave, pasi janë disa të tilla që përojnë në fakt në portin e Shëngjinit, dhe njohja e situatës, por sigurisht edhe rreziku që përcaktohet në situatat e tilla ka bërë që të ketë edhe mirë kuptimin e tyre, por sigurisht po monitorohen edhe pjesën tjetër të detit, edhe në tale ku ka peshkatar individ në fakt që shpeshherë edhe nuk i respektojnë këto urdhra dhe këto të dhëna që vinë nga autoritetet portuale dhe rrezikojnë duke dalur në det. Për këtë arsye në fakt po bëhet edhe një monitorim edhe në bregdetin e Tales, pikërisht për të mbajtur në kontroll këto peshkatar dhe barkat e tyre në mënyrë që të mos kemi një situatë dhe asnjë rrezik për ta deri në përmirësimin e kushteve që pritet të ndodhë të paktën të ketë një përmirësim ditën e premte, por që gjithsesi do jetë një situatë që do të mbahet në monitorim nga të gjitha autoritetet, qoftë ato portuale, por edhe kapitaneria e portit të Shëngjinit. E qartë. Mirë, Gjergj, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Policia ka arrestuar një 32 vjeçar për aksidentin e së mërkurës të ndodhur në aksin rrugor Mjet-Spathar në Shkodër. Sipas policisë, Zef Buça, i cili drejtonte automjetin, ka humbur kontrollin duke u përplasur me barierat metalike të urës dhe më pas duke përfunduar në liçenin e Vaut Dejës. Do të kemi mundësinë të lidhemi me kolegun Simon Shkreli në këto momente për të mësuar më tepër lidhur me akuzat që rëndojnë mbi shoferin. Po, Simon, cilat janë të rejat që kemi nga arrestimi i drejtuesit që shkaktoi edhe aksidentin e djeshëm? Për fat të mirë, 3 të rinj të cilët ndodheshin në automjet që ka përfunduar e liçenit të Vaudès pas drekën e ditës së djeshme në aksin rrugor Mjet-Shkodër në vendin e quajtur Ura-Spatharit, dhe automjetit Zef i cili ka qenë dhe drejtues automatisë dhe duke u përplasur me bordurën anore të urës dhe përpasoj kanë përfunduar Vaudès, ndaj tij akuza thyrje e rregullave të qarkullimit rrugor me pasoj aksidenten. Për fat të mirë, 2 persona të tjerë ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut të 22 vjeçari Anol Nika, mjekim më të specializuar për shkak të plakave të marra në Spital Tiranë. E qartë. Mirë, Simon, faleminderit për detajet që ndave në këtë komunikim të drejtë për drejtë se takon dhe arrestimit të shoferit.
Një tjetër goditje ndaj prostitucionit është shënuar në Durrës. Policia ka finalizuar fazën e 14 të operacionit koduar Storm. Një apartament në zonën e Volgës ishte përshtatur për të ushtruar këtë aktivitet palishëm. Lidhemi drejt nga Durrësi me kolegun Leonida Musaj. Leonidat, përshëndes, çfarë detajesh kemi nga ky operacion i policisë së Durrësit dhe si u zbulua ky apartament? Përshëndetje Kassandra, në fakt është një operacion i cili ka qenë në vazhdimsi këtu e rreth 9 muaj më parë, kur ka filluar dhe operacioni i parë për goditjen e prostitucionit në qytetin e Durrësit, që për hir të së vërtetës si qytet bregdetar, por edhe qytet që ka turistë pothuajse në çdo stin të vitit, është i prekshëm edhe nga prostitucioni në masë, le të themi në një mënyrë ndryshe nga qytetet e tjera. Ky është operacioni i 14 që policia e Durrësit zhvillon në qytet për të goditur prostitucionin, ku 43 shtetase të huaja, kryesisht në Amerika Latine si Brazili, Peruja, Venezuela, Kolumbia, Meksika, por edhe nga vendet e lindjes, janë arrestuar pasi ushtronin këtë aktivitet të palishëm. Përsa i përket rastit konkret, është një rast i cili është evidentuar nga ana e policisë në lagjen numër 1 të qytetit të Durrësit, në lagjen kryesore, lagjen e cila ndodhet pranë shëtitores Taulante ose zonës së Volgës, siç e quajmë ne këtu në Durrës, ku një ambient në katin e 4 të një pallati ishte përshtatur nga disa shtetëse braziliane, të cilat ushtronin aktivitetin e palishëm të prostitucionit. Policia kishte rënë në gjurmët e këtij aktiviteti të palishëm, pasi me metoda proaktive kishte arritur që të zbulonte që kjo veprimtari e palishme po zhvillohej pikërisht në këtë zonë dhe konkretisht në këtë ambient, pasi ishte denoncuar më parë edhe nga banorët e zonës dhe banorët e pallatit, dhe më pas ka organizuar dhe operacionit duke vënë në pranga shtetasit braziliane të cilat ndodheshin në ambientet e brendshme të apartamentit në katin e 4 të këtij pallati. Janë sekuestruar shumë të ndryshme parash, dokumentacionet përkatëse të shtetasve braziliane dhe pohetohet gjithashtu për të zbuluar bazat të tjera prostitucionit të cilat janë të vendosura në qytetin e Durrësit. E tham edhe më herët që qyteti i Durrësit është ndër qytetet që ka më të zhvilluar këtë veprimtari të palishme, për vetë faktin se është një qytet bregdetar, por që ka dhe turistë pothuajse në çdo stin të vitit dhe ky lloj aktiviteti palishëm gjen lulëzim dashje pa dashje. E kuptoj. Faleminderit Leonida për raportimin e drejtë për drejtë për gjitha detajet që ndave. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka cilësuar marrëdhëniet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe përkatësinë në NATO si themelet e sigurisë dhe orientimit ndërkombëtar të vendit. Ftesën e presidentit Trump për përfshirjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes, kreu i shtetit e qua një nismë të rëndësishme që synon forcimin e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Presidenti dha mesazhet gjatë një pritje me përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri. Në pritjen me përfaqësuesit e trupit diplomatik në Shqipëri, presidenti i Republikës Bajram Begaj i cilësoi tepër të rëndësishme marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit përmendi ftesën e presidentit Trump për përfshirjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Sipas tij, kjo është një nismë e rëndësishme që synon forcimin e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Presidenti i Republikës e cilësoi atë si vlerësim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, që do të jetë gjithnjë një partner i besueshëm, i qëndrueshëm dhe i përkushtuar. Marrëdhënia jonë strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe përkatësia jonë në Aleancën e Atlantikut Veriut përbëjnë themelet e sigurisë dhe orientimit tonë ndërkombëtar. Partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë se sa një aleancë politike ushtarake, është një marrëdhënie veçantë historike, e ndërtuar mbi mirënjohjen, besimin, vlerat e përbashkëta dhe angazhimin për lirinë dhe demokracinë. Po kaq të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë tonë, qëndron për ne marrëdhënia jonë me Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit theksoi orientimin e palëkundur euroatlantik dhe angazhimin për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Aspirata e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian është një zgjedhje strategjike
dhe një kthim në familjen tonë natyrore. Europa për ne mbetet një projekt paqe dhe vlerash që ndërtohet mbi demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për liritë individuale. Gjithashtu, presidenti i Republikës rikonfirmoi politikat e fqinjësisë së mirë dhe mbështetjen e fuqishme ndaj Kosovës. Begaj theksoi se viti 2026 përfaqëson për Shqipërinë një moment të rëndësishëm konsolidimi institucional dhe afrimi me standardet evropiane. 15 vite pas protestës së 21 janarit, Ilir Meta, që në këto vite kishte heshtur për ngjarjen, pranon se 4 viktimat ishin të pafajshëm, por nuk përmend ekzekutimin e tyre dhe urdhëruesit. Meta thot se video e bisedës së tij me Dritan Priftin, që u pretendua si motivi që nxiti protestën para kryeministrisë, ishte e montuar dhe se pro kësaj votoi edhe Ardian Dvorani. Sipas Metës, revolta ishte parapërgatitur, ndërsa sipas tij Dritan Prifti ofroi pazar me Edi Rama. Ndërsa ndodhen në qelit e para burgimit tek 313, Ilir Meta ka bërë publik një rrëfim të tillë të detajuar që lidhet me 21 janarin dhe me publikimin e videos ku është i ndjeri Dritan Prifti dhe 70.000 eurot. Video është publikuar më 12 janar, ndërsa protesta u zhvillua 10 ditë më pas, ndërsa Meta thot se përgatitjet për tubimin kishin nisur shumë muaj më parë. Në vetë rrëfimin e tij, Meta tregon se ndërkohë ai kishte vendosur që të largohej nga ministri i jashtëm dhe ishte dakordsuar me Dritan Priftin për rokad, por më pas gjëra ndryshuan kur Prifti ia përmendi përgjimin. Çuditërisht, pas dite më mërrinja 2 SMS të tij ku më thoshte se nuk ishte dakord me këtë rokad dhe se duhej ta vlerësoja edhe një herë këtë ide se përndryshe ai kishte përgjime me mua. Kaq mjaftoi që ai të shkarkohej pa u propozuar. Meta thot se pas kësaj nuk hyri në negociata me Priftin, këtë ja tregoi edhe kryeministri të kohës Ali Berisha, dhe në vend të Priftit Meta i propozoi Edmond Haxhinaston për ministër të jashtëm, ndërsa vet do shkonte ministri i ekonomisë. Më pas në historinë e rrëfimit të Metës hyn Edi Rama. Meta thot se Dritan Prifti shfaqi pendes në një takim në një lokal në qendër të Tiranës. Pasi kërkoi falje për nxitimin, më solli një ofertë fantastike nga Edi Rama. Thelbi ofertës ishte që unë të bësha kryeministër dhe ta bënim qeverinë sipas dëshirës tonë, dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të na mbështeste pa kushte. O shoku e pyeta, unë si do të jem kryeministër me 4 deputet? Prifti kërkoi, siç thot Meta, që të bëj kryeministër dhe ai nuk do t'i nxirrte përgjimet. Tu Meta përmend më pas ndërhyrjen e një pronari mediash që ishte mik i përbashkët i tij dhe Priftit. Pronari medias që përmend Meta, sipas tij solli një fotografi e shkëputur nga përgjimet dhe i kërkonte sërish propozimin që të bëj kryeministër. Faleminderit prej teje, i thash, por i thuaj atij të publikoj ç'të doj dhe kur të doj. Natyrisht shantazhisti, duke menduar se unë e merrja për bllov kërcënimin e tij, më kishte çuar lajmësim për të më treguar provën se nuk bënte bllofin. Asgjë implikuese nuk mund të kishte në bisedat e mia, shton Meta më pas, ndaj nuk kishte pranuar asnjë ofertë, ndërkohë që socialistët e dinin se do të publikohej videoja dhe po përgatiteshin për protestën. Montazhi i 11 janarit nuk ishte as pak i papritur për mua dhe disa të tjerë. Menjëherë në 12 janar në mëngjes, i nis një shkresë zyrtare kryetares së kuvendit ku e njoftoja se ishja dorë nga imuniteti im. Në datën 13 janar doli për intervistë, ndërkohë një ditë më pas, më datën 14 janar, mori mesazhin se duhet të ikte nga zyra e ministrit të ekonomisë. Por ditën tjetër, sapo gdhiu dita, një i panjohur trokiti të më sillte një porosi nga jashtë, nga një mik i jashtëzakonshëm dhe shumë i informuar. Porosia ishte se duhet të japësh sa më parë dorëheqjen dhe ti nuk duhet të jesh në zyrë kur të vriten njerëz, sepse situata është më e rënduar se ç'e mendon ti. Meta dëgjoi mikun e tij dhe dorëzoi postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të ekonomisë, që nuk ishte shumë që e kishte marrë. Shkova menjëherë në zyrë dhe përgatita dorëheqjen e parevokueshme nga zëvendës kryeministër dhe ministri i ekonomisë dhe shkova të takoja kryeministrin Berisha për t'i bërë të ditur vendimin e ri. Meta më pas drejton akuzën ndaj Ramës se po përgatiste protestë të dhunshme. Nuk reagonin as institucionet e rendit, ndërsa më parë ai ka fajsuar për këtë Lulzim Bashën si ministër të brendshëm. Parandalimi i elementëve kriminal përpara mitingut nuk ishte funksionuar, as marrja e masave për shpërndarjen paqësore të demonstruesve. Nuk është detyra ime të hetoj se përse nuk u parandalua një gjakderdhje e paralajmëruar me kohë. Meta shton më pas se ngjarja e 21 janarit nuk u hetua në kohë nga prokuroria e përgjithshme dhe asnjë agjenci zyrtare e SBA-s dhe Britanisë së Madhe nuk pranoi të bëjë ekspertizën e videos,
sepse siç thot Meta e dinin se çfarë ishte. Aty nuk ishte problem të video, pra se kush ishin dy personat. Problemi vetëm dhe kryesor ishte vërtetësia e bisedës të shoqëruar me titra dhe nëpërmjet edhe montimeve të bëra. Nga hetimet Meta përmend se nuk kishte emëruar asnjë prokuror apo gjykatës. Nëse unë apo zoti Berisha do të kishim aq ndikim të drejtësia, përse do të zgjidhnim relator të çështjes zotin Dvorani, i cili dihet se është shumë militant partie dhe pse i njeh mirëligjet. Në procesin e tij ishte dhe Ardian Dvorani, me të cilin më pas në vitet e presidencës pati përballje të fortë. Me gjithë presionin që kishte nga njerëzit e Partisë Socialiste, zoti Dvorani nuk votoi siç donin ata në mënyrë që të kishte një vot kundër, të cilën socialistët do ta trumbetonin kudo, brenda e jashtë vendit, si vendimi i pakicës së pakorruptuar e për rralla të tjera si këto. Prifti më pas, siç tregon Meta, pati probleme, gjopëvënie për shkak të videove të shumta që kishte bërë, dhe sërish i kishte kërkuar një takim të fundit bashk ku Prifti kishte kërkuar falje. Meta thot se kishte qetësuar Priftin duke i thënë se nuk do t'i paguante asgjë askujt, se nuk do të bëhej publike asnjë video. Ndërsa video e 70.000 eurove, Meta thot se është paguar me 4 jetë njerëzish. Gjykata kushtetuese rrëzoi ankimimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, ai kërkoi lirin nga masa arrestit me burg, duke bërë ankimim, duke vlerësuar atë si të papajtueshme me kushtetutën. Gjithashtu Beqaj kërkon të rigjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar të çështjes së tij. Ai po hetohet për dosjen e Saspak, ku dyshohet se ka abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian kur ishte në krye të kësaj agjencie, kurse për çështjen e sterilizimit ish-ministri po ndiqet në gjendje të lirë. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt, do të ndjekim tani një deklaratë nga ana e Ministrit të Mbrojtjes Piro Vongu se takon dëm shpërblimit për bashkim. Siç e keni vënë re, besoj punimet për hapje, çlirime, hapësirash, kanale rregullimi, thellime nga më të ndryshmet në shumë bashki vijojnë. Riparimet e argjinaturave të prekura në javën e parë të janarit, nga përmbytjet e javës parë të janarit, edhe aty po vazhdojnë nga Ministria e Bujqësisë. Dhe nga ana tjetër, ne kemi filluar punën e rehabilitimit në disa bashki të vendit, qoftë me komponentin civil, qoftë me repartet xheniere. Muaji janar është dhe muaji ku ne bëjmë thirrjen e projekteve kombëtare të industrisë të infrastrukturës parandaluese për bashkitë. Dhe praktikisht kemi një buxhet domethënës në funksion të digave, pritave lumore, kanaleve të ujrave të larta për çdo bashki, ndaj dhe përfitoj nga rasti që të ritheksoj vëmendjen që duhet kenë bashkitë në këtë proces, sepse kemi financime shumë të dobishme për ta. Në fakt gjatë sezonit veror, ku më së shumti janë zjarret masive, shpesh Ministria e Mbrojtjes ka ngritur gishtin le të themi të akuzës drejt pushtetit vendor si institucionet e cilat kanë marrë masa, qoftë edhe për parandalimin e zjarreve minimale, por e njëjta situatë ndodhet me përmbytjet. A kanë përgjegjësi pushtetet vendore për të marrë masa për parandalimin e përmbytjeve dhe aq më tepër ku ka zëra të qytetarëve të cilët kërkojnë kompensime dhe jo vetëm dëmshpërblime nga qeveria. Si do të vijojë procesi ndaj tyre? Ne nuk ngrem gishtin e akuzës, ne jemi pjesë e njëjtit zinxhir reagimi, është një zinxhir reagimi ndaj emergjencave i cili është i njëjtë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, zbatojmë rregulloret europiane në këtë drejtim, zinxhiri parashikon përgjegjësi të reagimit imediat nga bashkia, pastaj në nivel qarku, në mbikëqyrjen e prefektëve dhe kur ezaurohen kapacitetet, forca armatosur ndërhyjnë. Ne po ndihmojmë bashkitë në dy drejtime. E para njëherë fondet e emergjencave civile, jo vetëm për infrastrukturën, po edhe për shpenzimet që lidhen me to, shpenzimet e zjarrfiksëve, shpenzimet operative të menaxhimit të emergjencës, po rriten ndjeshëm sidomos për bashkitë që kanë më pak buxhete. Kemi ndryshuar për llogaritje dhe praktikisht bashkitë e vogla, do të thoja unë, do marrin më shumë fonde për të pasur dhe më shumë gatishmëri, të blejnë më shumë mjete dhe të rrisin dhe rrogat e personelit të tyre që kanë qenë vazhdimisht një problematik. Elementi i dytë janë elementet e infrastrukturës, praktikisht mësimi i gjitha këtyre emergjencave ka qenë që
kanalet e kullimit duhet vazhdojnë të pastrohen rregullisht dhe jo vetëm në mënyrë sezonale. Të investojmë në infrastruktura duke mos pranuar asnjë devijim të kanaleve nga objekte pa leje apo situata vështirësie të tillë. Dhe pastaj edhe forca armatosur, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do bëjnë dhe dy investime, domethënse rinovimi i flotës mjeteve toksore, me një fokus për mjete të emergjencave për zona pyjore, zona malore me kalueshmëri të vështirë, dhe këtu do ndihmojmë realisht bashkitë në zonat rurale, dhe nga ana tjetër investimin për 2 qendra rajonale fillimisht, nga 4 në totalitet që parashikohen, një në Bushat dhe një në Krane, pra një në veri dhe një në jug të vendit, për të qenë më pranë rrezikut dhe zonave, sidomos në sezonin e zjarreve. Për dëmshpërblimet, ne po veprojmë në 2 mënyra. E para njëherë kompensimet për zjarret janë realizuar, akti normativ u vendos në datën 19 dhjetor dhe është bërë disbursimi pranë bashkive, janë 3.5 milion euro që janë disbursuar të gjitha bashkive të prekura nga zjarret. Kemi dhe bashkitë cilat kishin detyrime të mbartura për të kompensuar banorët e tyre, siç është rasti i Krujës, edhe ajo bashki e ka gjetur financimin nga qeveria dhe praktikisht mund të kompensohen të gjithë banorët. Ka qenë prej viteve 2021, praktikisht ka pasur disa situata të mbartura dhe kemi ardhur në ndihmë të disa bashkive në këto raste. Do vijojmë, është një pyetje që ma bën dhe në kuvend me të drejtë shumë kolegë edhe të mazhorancës dhe të opozitës. Ne kemi vijuar me dëmshpërblimet për sa i përket objekteve, banesave, stallave në raste të caktuara, por duhet të vijojmë tani me paketën e dëmshpërblimeve kur vjen puna ke bujqësia dhe Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave, sipas angazhimit që ka marrë qeveria, do bëjnë një paketë të dedikuar për këtë pjesë, qoftë për kompensim në natyrë, pra bagtia e dëmtuar apo e ngordhur për rast të emergjencave mund të kompensohet në natyrë. Që është publikuar sot është ndarë, pra nuk kemi të bëjmë me këtë gjë përvonë. Jo, nuk ka të bëjmë me këtë gjë. Kompensimi që kemi bërë për bashkitë, 3.5 milion euro, kanë qenë për gjithë banorët kryesisht, banesat e prekura, objektet e aktivitetit të ushtrimit të një funksioni social apo ekonomik. Pyllëzimin ne do vazhdojmë, kemi një plan me Ministrinë e Mjedisit, do ta bëj publike ministri, besoj së shpejti, edhe ripyllëzimin me dronë dhe me teknologjinë në mënyrë që të mbulojmë sa më shumë dhe një masë territori më të madhe. Ripyllëzimi është parandalimi më i mirë, qoftë për përmbytjet, qoftë edhe për efekt të klimës, dhe na duhet patjetër që të vijojmë ta bëjmë këtë vit. Është financuar si projekt dhe Ministria e Mjedisit po merr masat përkatëse. Dera 3.5 milion euro që ju e keni alokuar, pas analizës që kanë bërë edhe bashkitë që kanë dërguar dita problematikat, arrin që t'i mbulojnë në mënyrë totale gjithë problematikat që janë hasur, sidomos gjatë verës së vitit të kaluar? Për efektin e zjarreve, po. Konsideroj të ezauruar, tashmë do vijojmë me paketë financiare për dëmshpërblimet e përmbytjeve. A ka bashki që nuk kanë dërguar, si thua, nevoja ka patur zjarre, por që nuk janë përfshirë? Atëre, ka bashki që mund të kenë një vlerësim të ndryshëm për sa i përket nevojave apo dëmeve. Shpeshherë bashkitë me të drejtë përpiqen që të mbulojnë sa më shumë nevoja kur konstatojnë dëmet, elementet e bizneseve shpeshherë shfaqin një shqetësim, sepse normalisht ne kompensojmë banorët dhe individët, nuk kompensojmë bizneset, sepse konsiderojmë që duhet kemi një politikë edhe të siguracioneve për raste të caktuar, dhe kjo është një politikë europiane dhe është një standard europian dhe ne duhet patjetër ta ndjekim. Po nga ana tjetër, edhe do vijojmë me reformën e mënyrës se si kompensojmë, sepse konsiderojmë që mund të kemi një metodologji më të saktë evidentimit të dëmeve, ka elemente objekte kulturore shpeshherë që nuk janë parashikuara nga dëmet e rasti objekteve të kulteve në njerë, që është i pa, sidomos kur nuk janë monumente kulture, e kemi një shqetësim nga bashkitë dhe nga komunitetet, kështu që duhet adresojmë në vendimin e qeverisë që po reformojmë edhe këto shqetësime. Zoti vëmë një pyetje të fundit. Në fakt ka patur një përplasje le të themi mes shifrave të paktën çka deklaronin banorët e përmbytur gjatë muajit janar, pra në fillim të këtij muaji, me emergjenta civile. A është bërë një bilanc i përafërt sa banesa të përmbytura dhe sa shkon dëmi i përdogaritur të paktën deri në këto momente ku dhe ju tha që po përgatiten paketa për kompensimin e tyre? Procesi sipas ligjit dhe sipas standardit evropian është i tillë. Grupet e konstatimit të dëmeve organizohen, drejtohen nga bashkitë, monitorohet procesi nga prefektura dhe nga Agjencia
Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila bën vlerësimin përfundimtar. Jemi në kushte ku deri para pak ditësh vetëm një bashki nuk ishte përfunduar procesin e konstatimit të dëmeve, pra 60 prej tyre e kanë përfunduar dhe do kemi mundësi së shpejti që bashkë me prefekturat dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, nuk e kam tani informacionin e fundit, por dija që ishte një bashkim mund edhe të jetë finalizuar në këto momente, dhe do jemi në kushte që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mund të dërgojë një informacion plot ke Ministria e Financave dhe pastaj, siç është gjithmonë rasti, ne krijojmë atë paketën e kompensimeve. Për fund, projekt ligji sotëm që prezantuat në komision, çfarë ishte? Projekt ligji sotëm është pjesë e paketës rregullatore për gjithë importin, eksportin, transferimin e mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim të dyfisht. Shpeshherë harrohet në këtë dimension teknologjitë përkatëse, teknologjitë kibernetike, software që sot transferohen nga një shtet ke tjetri me një klik. Dhe praktikisht ne sot kaluam në Komisionin e Mbrojtjes dhe Çështjeve të Brendshme projekt ligjin për forcimin e kontrollit të teknologjisë ushtarake dhe me përdorim të dyfisht. Do kemi mundësinë që ta prezantojmë edhe në seancë plenare. Është e rëndësishme të thuhet që është një projekt ligj i cili përmbyll praktikisht negociatën për kapitullin 30 me Bashkimin Evropian. Pra është projekt ligj i parë që përmbyll një kapitull negociate dhe është absolutisht i rëndësishëm me ambicien që kemi që këtë vit praktikisht ne të fillojmë të mbyllim disa kapituj negociatash. Është e rëndësishme edhe për efekt se, siç e thash, industria ushtarake ka dhe software, ka teknologji, ka element të padukshëm, të cilët duhet të kenë një kontroll shumë strikt për mënyrën se si përdoren. Shumë faleminderit. Mirë, ka përfunduar kështu kjo deklarat për mediat nga ana e Ministrit të Mbrojtjes, Piero Vongu, se takon kryesisht dëmshpërblimeve nga zjarret e verës së kaluar. Do ndalemi tek një tjetër zhvillim. Partia Socialiste ka dorëzuar propozimin për ndryshimin e përbërjes së komisionit posaçëm për reformën administrativo-territoriale, duke rritur numrin e përfaqësuesve të Partisë Socialiste nga 8 në 9, ndërkohë që përfaqësuesi opozitës nuk do jetë më bashkëkryetar, por zëvendës kryetar. Lidhemi për të kuptuar më tepër me kolegun Andon Kello. Andon, të përshëndes, çfarë kuptojmë nga ky propozim nga ana e socialistëve? Mund të themi që është prishur konsensusi apo jo? Po, është tashmë propozimi ka mbërritur në konferencën e kryetarëve e cila mbledhet në orën 12:30. Është, le ta themi, veprimi i fundit i Partisë Socialiste për të zhbllokuar punën e një prej reformave, e dy reformave më të rëndësishme, asaj territoriale. Për shkak të bojkotit të disa mbledhjeve nga Partia Demokratike dhe opozita, Partia Socialiste ka propozuar që të prishet tashmë konsensusi i paritetit dhe të shtohet një antar më shumë për Partinë Socialiste. Pra, nëse disa muaj më parë kemi patur një paritet në komisionin e posaçëm, 8 antar nga Partia Socialiste dhe 8 antar nga Partia Demokratike dhe nga opozita, tashmë do i shtohet një antar Partisë Socialiste dhe do të bën 9 antar të Partisë Socialiste dhe 8 të opozitës, në mënyrë që puna të vijojë të ketë quorum për të zhvilluar normalisht mbledhjet e komisionit të posaçëm dhe të arrihet objektivi për të miratuar reformën territoriale brenda afatit konsensual brenda korrikut të këtij viti 2026. Po ashtu një veprim tjetër është edhe heqja e bashkëkryetarit për opozitën. Do të ketë vetëm një kryetar, ai do të jetë i Partisë Socialiste, në këtë rast Arbian Mazniku, ndërsa Luciano Boçi, i cili ishte bashkëkryetar i Partisë Demokratike në këtë komision, do të kaloj zëvendës kryetar pa mundësi për të bllokuar punën e komisionit posaçëm të reformës territoriale. Sot mblidhet konferenca e kryetarëve, pritet që të mos ketë dakordsi për shkak se Partia Demokratike e kundërshton këtë propozim të Partisë Socialiste, por nga konferenca e kryetarëve propozimi do të kalojë menjëherë në seancë plenare të njëjtën e ardhshme për tu votuar në parlament. E njëjta, le ta themi, skem pritet të përdoret edhe për komisionin tjetër të posaçëm, atë të reformës zgjedhore, edhe pse aty nuk ka një veprim deri tani, fillimisht po procedohet për reformën territoriale, por do të shihet nëse Partia Demokratike dhe opozita do të vijojnë të bojkotojnë ende komisionet e posaçme për reformën territoriale dhe zgjedhore, apo jo. Aty do të shihet edhe se si do të
procedohet me këto dy reforma të rëndësishme, të cilat duhet të mbyllen brenda korrikut të këtij viti. Një paralajmërim deri më tani e kemi. Berisha ka deklaruar ditë më parë se ai do I bëj reformat e tij pa Partinë Socialiste, por jo në parlament, por në rrugë. E kuptoj. Faleminderit Andon për këtë raportim të drejt për drejt, dhe me këtë zhvillim kemi mbritur në përfundim të Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund t'a ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e mesditës në orën 12 vjen kolegja Fabiola Hoxha, në bashkë ndajmë këtu. Faleminderit për vëmendje.